Ka nisur me një parakalim në pedonalen para bashkisë Shkodër, aktiviteti vlerësues për maturantët e ekselencës së Shkodrës, Pukës dhe Malësisë së Madhe. Një risi e organizuar nga Drejtoria Arsimore dhe Ministria e Arsimit, me mbështetjen edhe të bashkisë, që synon të kthehet në një traditë. 50 maturantët më të mirë të qarkut Shkodër u përshëndeten nga zëvendës Ministre e Arsimit Nora Malej. Ne mundëm dhe fituam garët më të madhe, sollëm besimin ke shkolla jon, sollëm besimin ke kauza jon, sollëm besimin ke shoqëria jon. Po, ne dim të bëjmë shkollë, po, ne dim të japim vlerësimin, po, ne dim të bëjmë gjykimin. Jam e bindur që sot këtu janë dhe ata që gëzojnë, që janë trishtuar. Po për një gjë do ju them maturantëve, nuk ka sfidë që nuk kalohet. Sfida më e madhe është të formosh njeriun. Për më shumë se 1 orë e 30 minuta, koncerti maturantëve të Shkodrës i ka dhënë fund një tjetër viti shkollor, ku diplomuan 2700 të rinj. Qarku i Shkodrës ka qëndër qarqet me rezultate të kënaqshme në maturën shtetërore.